Ibrahim Rugovës për kryetar të Kosovës. Në mars viti 2002, Nejat Daci shpalli presidenti Ibrahim Rugovën duke ngritur në këmbë gjithë deputetët e asaj kohe. Pas gati 24 vjetësh, vendi në të cilin për herë të parë ishte ulur Daci si kryeparlamentar u la i zbrazët, derisa të pranishmit në kuvend për herë të fundit u ngritën në këmbë në nderim të tij. Rendi i parë u rezervua për më të afërmit e tij dhe udhëheqësi shtetëror. Presidentja Vjosa Osmani, që në një kohë ishte pjesë të njëjtës parti me Dacin, atë cilësoi si burr shtetas që punoi veç në të mirë të vendit. Akademik dhe drejtues i institucioneve shkencore, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe në zhvillimin e mendimit shkencor në vendin tonë. Në historinë e kombeve ka njerëz që shfaqen në kohë të qeta dhe ka njerëz që përmësohen në kohë të vështira. Akademik Nejat Daci përkiste kësaj të dytës. Vlerësim të lartë për Dacin shprehu edhe kryeministri në detyrë, ndonse në kohën kur ishin kundërshtar politik kishin jo pak dallime. Me maturinë dhe qetësinë e tij karakteristike, ai dha shembull se si duhej kuvenduar në këtë kuvend dhe si duhej zhvilluar betejë politike nga përdoria dhe ulëset e këtij kuvend. Si deputet i Kuvendit të Kosovës në 17 shkurt 2008, Nejat Daci ishte njëri nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, i cili duke hedhur firmën e tij në atë dokument e përjetësoi emrin e vet në historinë e themelimit dhe ngritjes së Republikës së Kosovës. Fjalë të mira për Dacin u than edhe nga pasardhësi i tij në pozitën e kryetarit të kuvendit. Një personalitet i rrollë që i bashkoi dijen me shtetin, mendimin akademik me përgjegjësinë publike dhe urtësinë personale me interesin e përgjithshëm të Republikës sonë. Ndërsa e bija e tij foli për një anë tjetër të Dacit si kryefamiljar i përkushtuar, ashtu siç ishte edhe në pozitat shtetërore. Për te titujve dhe funksioneve, për ne, a ishte thjesht babi jo. Njëri i urtë, i qetë, i drejtë dhe me një zemër të madhe. Shembull i vërtet se si duhet të jetohet jeta me dinjitet dhe dashuri. Ishte bashkëshort i përkushtuar që gjithmonë i tregoi mamit respekt, vlerësim dhe dashuri të pakushtuar. Nderimet për Dacin kishin filluar paraprakisht kur në hollin e kuvendit bëheshin homazhe. Pranë arkivolit të tij ndalonin për ca sekonda qytetarë të shumtë si dhe udhëheqës shtetëror dhe të partive politike. Disa prej tyre edhe shkruanin në librin e kujtimeve. Këtu vrejt mungesa e Lumer Abdigjikut, kryetarit të LDK-s. Pas nderimeve dhe ceremonisë përkujtimore, arkivori i Dacit i mbështjell me flamurin e Republikës, për cilën u angazhua, u dërgua për të varrosur në Arbri. Nejat Daci vdiq më 1 janar në moshën 81 vjeçare.